Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka publikuar në rrjetin e tij social Facebook dokumente shtetërore lidhur me koncesionin për aeroportin e Vlorës. Bardhi thotë se mega afera e koncesionit të aeroportit të Vlorës është provuar me dokumente shtetërore si një procedurë fiktive, me kompani fiktive dhe me veprime të kryera hapur në mashtrim të ligjit. Bardhi shpreh se dokumentacioni zyrtar i procedurës tregon qartë se kompanitë Mabaco Construction dhe 2A Group nuk plotësonin kriteret ligjore për të fituar koncesionin e aeroportit të Vlorës. Për këtë arsye gjatë aplikimit ato futën në mënyrë fiktive në konsorcium kompaninë turke Idea Group, e vetmja me eksperiencë reale në ndërtimin e aeroporteve. Ky reagim i Bardhit vjen pas skandalit që ka përfshirë aeroportin e Vlorës, ku dy aksionerë, miliarderi Bexhet Pacolli me 98% dhe ai minoritar Valon Ademi me 2% janë përfshirë në një konflikt mes tyre. Ademi pretendon një marrëveshje me investim në paraj që shpihen atë në kuota të 49%. Pacolli ndonë se thuhet se ka pranuar fillimisht të diell, por ka ndryshuar mendje dhe ka ndërmarrë hapa dhe veprime juridike për të ruajtur aksionet që ka pasur fillimisht.